Mendoj që administrata timore e Kosovës po tenton të rregullon sistemin e pagesave në një mënyrë pak më të ndryshe nga e kaluara ose edhe vetë më ndryshe se Bashkimi Evropian, kur deri me sot edhe vazhdon sipas direktiva evropiane 10.000 euro se cili qytetar mund t'i bartë me veti kudo që të shkon, dhe ato nuk duhet lajmërohen dhe mund të bëjnë pagesa me to. Në Kosovë është marrë një vendim i tillë që mendoj që këtu do ta godet fort blersin. Sepse në këtë rast atë kjo është dashur që të kontrollon shitsin në forma që i ka mekanizma për të ruajtur informalitetin, por blersa ta marrë shembull diaspora e jonë, qytetarët tonë, fshatarët tonë, vinë ose dojnë ndërtojnë një shtëpi dhe ata për me ndërtu atë shtëpi aja kushton, sado që e vogël kushton me 1000 euro, dhe shkojnë në një vend për të blerë material ndërtimor dhe aja kushton ma shumë se 7-8.000 euro, 10.000 euro, 15.000 euro, varsisht aja blen her pas heri, dhe qytetarët tonë detyrohen të hapin një llogari bankare, ta mirëmbajnë atë llogari, ajo është e shtrenjtë, kurse në vendet e Bashkimit Evropian mund të shkosh blesh deri 10.000 euro çka të duash, ku të duash, dhe nuk të pyet askush çka po blen. Dhe kjo mendoj që nuk është menduar mirë, mendoj që do të goditen konsumatorët, kurse informaliteti ka mekanizma ndryshe që mund të liftohet, sepse secili qytetar, biznes, duhet ta ngritin kulturën e vet fiskale, të paguajnë tatim, të paguajnë taksat, por mos të kufizohet sistemi i pagesës në këtë rast deri me 2.000 euro. Mendoj që Kosova në këtë rast nuk ka menduar mirë për qytetarin, nuk ka menduar mirë për njerëzit e diasporës, për konsumatorin, ata të diasporës nëse kanë pasaport të huaj dhe jetojnë në Kosovë, nuk kanë në shtësitë Kosovës, ata nuk mund të hapin as llogarinë në Kosovë. Dhe kjo është kogja e rëndë dhe mendoj se administrata timore e Kosovës është ngutë që të merr një vendim të tillë, dhe një vendim i tillë nuk besoj që do t'i sjell përfitim më shumë shtetit përpos bankave, që edhe ashtu i kanë këtë shërbimet i kanë të shtrejta, interesin e kanë të shtrejtë, dhe nuk janë aq të bashkëpunim me konsumatorin, dhe kjo mendoj që e ka godit tepër konsumatorin. Siguria normal që është më e madhe, por kufizimi është tashmë i madh. Dhe qytetarët nuk e di se si do të shkojnë ta blejnë, ta marr shembull, edhe një shembull tjetër, shkojnë me ble mobile, që ata mund të kushtojnë 4.000 euro, dhe ato mobile nuk mund t'i blejnë ata përmes paras kesh, kurse ai lëshon kupon fiskal, ati nuk i është kufizua kuponi fiskal deri në sa mund ta lëshon kuponi fiskal, kurse ky detyrohet të shkon prap përmes bankës, të deponon parat, ta mirëmbajë llogarinë, dhe gjithë kjo në disa raste për shumë qytetarë tonë, për shumë njerëz të diasporës që prap nuk kanë mundësi të hapin llogarinë në Kosovë për shkak se s'kan dokumentacion të Kosovës, është e kufizuar. Informaliteti në këtë formë nuk mund të themi që do të sigurohet më shumë
por detyrimi në sistemin bankar është një kontroll më i madh, po në anën tjetër është një kufizim më i madh që vendet tjera nuk e kanë. Nuk e ka as Bashkimi Evropian, sepse ne secili prej neve mund të blejmë në vend të Bashkimit Evropian deri në 10.000 euro çka të dojmë, pa kufizim, pa u fut përmes sistemit bankar, por janë mekanizma tjerë që shitësi nuk guxon me të shit pa fatura asgjë. Kurse tek ne, kjo ende vazhdon të shesin pa fatura, informaliteti ekziston, sidomos në shërbime, sidomos në sektorin e ndërtimtarisë, të zejtarive të ndryshme, e që atë këja do duhet të rritë kontrollin më shumë përmes arka fiskale. Dhe arkat fiskale janë ato që e kontrollojnë, por sistemi bankar nuk është ai që e kontrollon biznesin, apo e shet dhe pa pagun taksën dhe tatimin, por është aty kryen përmes sistemit të arka fiskale.